Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Vazhdojnë hetimet rreth atentatit të një nate më parë në Lundër të Tiranës me 4 të plagosur, mes tyre një 11 vjeçar. Dyshohet se atentatorët mund të kenë ngatruar shënjestër. Nuk përjashtohet mundësia që objektivi i tyre të ishte gruaja e Roan Brahimit, vjehri i të cilës u ekzekutua mbrëm në Plan të Lezhës rreth një vit pas vrasjes së djalit të tij në Athinë. Viktima e mbrëmshme Gjuvalim Prendi ishte babai i Sidorel Prendit, që kishte ndëruar emrin në Roan Brahimi dhe njihej për rivalitetin me Ervis Martinaj. Sot në Fushgjorm u gjetë djegur një makinë që dyshohet të jetë përdorur për atentatin mafioz në Lezhë, me pasojë vrasjen e 64 vjeçarit Prendi. Kryetari demokrat Berisha reagoi për atentatet e fundit mafioze në Lezhë dhe Tiranë me një viktime 4 të plagosur. Berisha u shpreh. Mbrëm rrugët e Tiranës u skuqën, 4 vetë morën bërshëri dhe gjerë tani narkoshteti s'është në gjendje të thotë se çfarë ishin ato. Po një 11 vjeçar kur nuk mund të gjuhej mbi të doan. Mirë po, njeriu që i ndërsen dhe u thot hani kokën njëri tjetrit, po më shërbeni mua, i shërben atij, krijon të situatë. Me aksidentet e shpeshta në vendin tonë, siguria rrugore është një sfidë dhe qeveria synon rritjen e saj përmes qendrës kombëtare të monitorimit të trafikut në Kamës. Kryeministri Rama. Sot me rrugë një kapitull i ri në historinë e administrimit të territorit edhe në historinë e asistencës për qytetarët në gjitha nivellet, në nivelin e sigurisë rrugore, në nivelin e urgjencës mjekësore, në nivelin e emergjencave civile, dhe është një detyrim i madh që të ta shoqërojmë me një reformë. Në GKK u shty për më 23 prill seanca paraprake për dosjen Partizani. Pritet të vendoset nëse ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Amar Maltezi dhe 3 të tjerë kalojnë për gjykim. Seanca vijon të shtyhet prej 24 tetorit të kaluar. Avokati i Berishës, Genc Gjokutaj. 23 prill ishte data që unë mendoj që do të përfundojë seanca paraprake. Pastaj gjykata, unë besoj edhe shpresoj të marrë kohën e saj për të dhënë një vendim, sepse ju besoj nuk mund të kundërshtoni faktin, sepse ju gjithmonë e çoni te skupi edhe te kjo pjesa e 11 majit. I ftuar në një konferencë në Universitetin e Durrësit, Altin Dumani u shpreh se SPAK u krijua për të goditur fenomenet që dëmtojnë shtetin. Sipas tij, pa drejtësi nuk ka paqe dhe se pa llogaridhënie nuk ka demokraci të shëndetshme. Ne po përpiqemi të garantojmë që ligji të lexohet njësoj, pa privilegjuar disa dhe harruar disa të tjerë. SPAK ishte një ndër produktet e reformës së drejtësisë dhe në këto vite të punës së tij ka treguar se është i aftë të ushtrojë ndjenjën penale ndaj çdo subjekti, pavarësisht fuqisë politike, ekonomike apo lidhjeve që mund të ketë me botën e krimit dhe këtu kryesisht me botën e krimit të organizuar. Zgjedhjet parlamentare 2025. Shqipëria vendos. Ish fabrika e bakrit dhe arit në Rubik po synohet të kthehet në punë në shërbim të industrisë ushtarake. Kryeministri Rama tha se kjo është nisja e një faqe e të re në fushën e mbrojtjes. Këtë kompleks e kemi identifikuar si një nga pikat ku do të investohet dhe do të prodhohet për forcat tona të armatosura, por në masën më të madhe për eksport. Një front i ri dhe kuptim plot punësim cilësor, pasi këtu kërkohen një seri specialitetesh, ashtu si kundër edhe të gjitha kategoritë. Rama deklaroi se kemi ushtrin më të mirë paguar në rajon. Filozofia jon është që investimet në rritje për mbrojtjen, që janë investime që i bëjnë të gjitha vendet, dhe të cilat ne i kemi kanalizuar fillimisht për disa gjëra themelore që mungonin, një ndër cilat kryesorja rritja shumë domethënëse e pagave të ushtarakëve tanë, që ishin më të keq paguarit e gjithë rajonit, se në NATO nuk llogaritet fare, ndërkohë që sot kemi ushtrin më të mirë paguar në rajonin ton. Nuk munguan edhe kritikat për menaxhimin e pronave të ushtrisë.
Sali Berisha ishte për fushat në Krujë, ku një ish i burgosur politik i përmendi premtime të pambajtura kur ishte në pushtet, ndërkaq Berisha takoi tregtar me të cilët foli për programin ekonomik. Pushtetet do ja bëjmë, energjinë do e ulim. Patjetër. Energjinë do ta zbresim nga 18. Nga 6. Ujnë do e përgjysmojnë. Bashkisë do e vëmë që thirrin të fana. Nuk do mund verë taksat si pas qetit, por kur më shumë se sa 1% të xhiros. Do bëjmë gjithçka të promovojmë sa më shumë prodhimin vendas, por duke krijuar klimën më miqësore për biznesin. Berisha shprehur një shqetësim për Krujën. Kryeqytet, krenar i pavdekshëm i kombit shqiptar e kanë zhveshur nga të gjitha institucionet. 12 vite, përveç Bushit që investon për vete, 0 investime përveç betonit. Rruga, ashtu siç ka qenë, ka mbetur. Berisha mori dhurat nga krutanët Qeleshe, Ele Kuqezi dhe një buf. Adriatik Lapa i koalicionit Nisma Shqipëria bëhet gjatë një takimi në Malësi të Madhe ka kërkuar votën e qytetarëve duke thënë se do të ndryshojnë vendin. Sipas Lapajt, Shqipëria është vendi me pensione dhe pagat më të ulta në rajon. Nuk kam turp, ti lutem popullit tim, sepse dua që në 12 maj të mos kem asnjë pishmend më, të mos i them vetes Adriatik të kishe bërë dhe këtë, të ishe përpjek dhe pak më shumë. Ama mendoni sikur në 12 maj të qahet sistemi, të lind dielli, të lind shpresa, në parlament të shkojë një ekip i madh i ri, i cili nuk pranon të bëj pazare për të marrë pushtet për 5 ministri, 20% të administratës, por e çon vendin në zgjedhjet parakohshme për të luftuar ata që sot kërcënojnë ju. Lajme nga bota. Presidenti Trump do të tërhiqet brenda ditësh nga përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje të paqes mes Rusisë e Ukrainës nëse nuk ka sinjale të qarta se mund të arrihet një akord. Kështu deklaroi sot sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Rubio mori pjesë në bisedimet një ditore në Paris. Kryediplomati i Washingtonit deklaroi se diskutimet ishin konstruktive dhe rezultuan në një përmbledhje të hapave drejt paqes. Për herë të parë, zyrtarët e lartë amerikan, ukrainas e europian u takuan për të diskutuar mbi përfundimin e luftës. Pekini zyrtar po mohon se i ka dhënë armë dekepërurse ndonjërës prej palëve të përfshira në luftën në Ukrainë. Reagimi vjen pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski pretendoi se ka informacione se Kina po e furnizon me armë Rusin. Zelenski nuk dha detaje për akuzat e tij ndaj shtetit azjatik. Parashikimi i motit. Vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Në pjesën e dytë të ditës pritet mod kryesisht i kthjellët duke zëvendësuar vranësirat e paradites. Temperaturat variojnë nga 9 në 25 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erselda Dogo. Unë jam Edi Allaçi. Kjo është Top Albania Radio.